Nga 2001 deri në kjo 2025 duhet të jenë rreth 6 gara. Ndërkohë janë dhe garat elektorale që janë pjesë e angazhimit të forcës politike. Garat elektorale në Shqipëri praktikisht kanë pasqyruar, kanë reflektuar realitetin politik shqiptar. Pra me ulje ngritjet e tyre, ajo që duhet ta konsideroj pozitive është fakti që kanë ardhur duke u përmirësuar, duke u fokusuar gjithmonë më shumë si një konkurrencë alternativash, edhe si një konkurrencë, si një garë që do duhet shoh më shumë nga interesi i qytetarit i zgjedhësit. Kam një përshtypje që është ende është ajo periudha tranzitore. Por është në atë fazë në atë cikël ku po shkon drejt një zhvillimi, një emancipimi të votuesit. Për të vendosur, për të qenë më i përgjegjshëm me votën e tij, për të qenë më i përgjegjshëm me këtë proces, jo thjesht si një proces teknik në vetvete, por si një proces i ballafaqimit midis asaj pritshmërive që ka, realitetit dhe premtimit që bëhet, dhe që është normale në fushatat elektorale, në garat të tilla. Besoj që ende një pjesë e mirë e elektoratit nuk është ndërgjegjësuar për peshën e votës që ka, për rolin që ata kanë në zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në rastin e parlamentit, por gjithsesi, sidomos në qendrat e mëdha urbane, siç është shumë unë pakën po gjykoj, duke qenë se u bëra gati 10 vjet, më shumë se 10 vjet që jam në Tiranë dhe në të njëjtën zonë, pothuajse në të njëjtën zonë elektorale, shoh një ndërgjegjësim, edhe një ndryshim gradual pozitiv që të sjelljes së elektoratit ndaj garave elektorale në përgjithësi dhe kandidatëve dhe forcave politike në veçantë. Dhe gjë që e bën atë edhe më interesante, por kryesore besoj që e bën edhe shumë të kujdesshme në sjelljen që duhet të adoptojnë forcat politike dhe sidomos kandidatët. Por ka ende diferencë midis asaj që do duhej të jetë, sidomos në aspektin e sjelljes së kandidatëve, ose asaj çfarë përfaqësojnë kandidatët dhe sa ata përfaqësojnë interesat e një grupi apo një grupi të caktuar apo një komuniteti të caktuar, dhe se sa sjellja e tyre ose më saktë shërbimi i tyre gjatë 4 vjetëve në rastin konkret të deputet ka qenë në pajtim me interesat, me pritshmëritë apo me premtimet që i kanë bërë elektoratit përkatër. Problemi më i madh që kemi sot, sidomos me sistemin e ri, kemi një shkëputje ndërmjet përfaqësuesit dhe të përfaqësuarve. Kemi një lidhje të tyre elektorale, por nuk kemi kjo lidhje e cila shkëputet me zgjedhjen për shkak se e favorizon vetë sistemi, e nxisin dhe partitë politike dhe vjen një moment që nuk dihet kush është ai që përfaqësuesi, të cilin zgjedhësit kanë mandatuar për t'i përfaqësuar në 4 vitet e ardhshme. Dhe kjo pastaj ka një efekt zinxhir për shkak se zbut kërkesën e llogarisë ndaj të zgjedhësve, ndaj të zgjedhurve të tyre. Shumë personalisht mua më ka bërë të ndihem mirë fakti që kam në vijimsi gati 3 mandate në të njëjtin vend, kam gati 6 zgjedhje elektorale që bëj me ta, do të thotë që kam qenë në fokus në tyre, në radarët e tyre, në analizën e tyre, qoftë nga pikpamja e premtimeve që kam bërë, qoftë nga pikpamja e përmbushjes së kërkesave, interesave, por dhe raportit që krijohet në vijimsi midis deputetit dhe elektoratit të tij. Krahas programit politik elektoral që paraqet forca ime politike, të shkoj përpara zgjedhësve edhe me disa premtime, angazhime të mia publike. Sepse unë besoj fort që zgjedhësit duhet të kenë qartë cila është forca politike dhe pse e votojnë atë,
Dhe nga ana tjetër duhet të kenë shumë të qartë dhe duhet të kërkojnë fort llogari cili është kandidati për cilin ata votojnë dhe i cili do të përfaqësojë interesat e tyre dhe çfarë do të bëjë ai me këtë mandat. E thënë shkurt që nga një mua pëlqen ta përdor të shprehjen, do të jetë një karton apo do të jetë një person. Dhe nëse ti dëshiron që të shndrohesh nga karton në person, do duhet të thuash do duhet të parashtrosh para zgjedhjes se cilat janë ato çështje, ato tema ose ato objektiva që mund dhe që ti mendon si zgjedhur i tyre që do duhet të fokusohesh gjatë një mandati krahas programit qeverisës të forcës politike ku bën pjesë si në rastin ton të majorancës dhe vetë personalisht. Unë natyrisht kam pas edhe fatin e mirë që të ndryshe nga një pjesë mos votohem në 2 zgjedhje radhazi, pavarësisht se ka qenë një sistem proporcional, janë votuar gati në mënyrë majoritare, në kuptimin që janë votuar drejt për së drejti, qoftë në 2021 ku mu desh të thyja hersin, qoftë tashti në 2025 që jam në një garë në listë hapur. Dhe në 2021 unë dole para zgjedhjeve të mi dhe thash, okay, unë dëshiroj ta bëj këtë gjë. Kërkoj ta marrë këtë mandat. Dhe kërkoj atë sepse krahas forcës politike ku jam angazhuar, unë angazhohem personalisht para jush që do të kem 1, 2, 3 çështje në fokus, të cilat i mbajta gjatë gjithë kohës në faqen time zyrtare për të qenë i ballafaquar, por edhe për të qenë i përgjegjshëm, sepse ato sa herë që unë shikoja faqen time, më kujtoi që do duhej të bëja diçka patjetër që nëse dëshiroja të rikthesha tek ata. Dhe përsëri në këto zgjedhje kam dalë nuk po them me programin, po me një agjendë politike, të cilën unë zotohem, angazhohem, ta përmbush gjatë këtij mandati, ku unë fokusohem. Dhe zgjedhjet do thonë këto çështje. E para një do të vlerësojmë për atë çfarë bëra për ato tre kauza që unë vendosa në fokus të aktivitetit tim në 4 vjeçarin që kaloj, dhe së dyti do të duhet të më peshojnë që sa vlerë, sa interes ka për ta këto 5 çështje që unë kam zgjedhur, për cilat kam premtuar, angazhohem publikisht që të fokusohem gjatë këtij mandati të ri të cilin kërkoj. Dhe kështu që zgjedhësit kanë më lehtë për gjykuar sa unë jam përfaqësuesi që ata duan dhe se çfarë ata presin prej me në 4 vitet e ardhshme. Natyrisht kjo është zgjedhje në rastin konkret. Mund të bësh atë që bëjnë shumica që thotë unë jam pjesë e partisë, votoj për partinë, më votoni mua dhe mbaron me kaq. Por mund të bësh dhe zgjedhës një rrugë paksa më të vështirë, po besoj unë që është më e nevojshme, më e domosdoshme dhe që duhet kthyer në një lloj rregulli në këtë konkurim, qoftë edhe konkurimi kur është konkurimi i natyrës skemës proporcionale, sepse në mazhoritar padyshim që kjo është krejt ndryshe. Në këtë mandat unë kam zgjedhur 5 tema kryesore. Së pari do të fokusohem tek ajo që është kauza kryesore, kauza e jetës sime, që është drejtësia, që në vazhdimin e reformës, vazhdimin dhe konsolidimin e reformës në drejtësi. Së dyti, vazhdimi i atij procesi të nisur përmjet një komisioni parlamentar për luftën kundër forcimin për mirëqeverisjen përmes luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të sundimit të ligjit, që janë çështje sensitive për qytetarin shqiptar sot. Së treti, nevoja për të reformuar dhe për të konsoliduar më mirë profesionet e lira dhe përgjithsisht dhe në mënyrë veçantë avokatin, por edhe noterin, përmbarimin dhe posaçërisht ndërmjetësimin, për shkak sepse gjatë procesit të reformës në drejtësi, ne u fokusuam kryesisht tek pjesa që ishte të bënte me gjyqësori, me prokurorinë e tjera, dhe jo aq sa duhet në këto profesione, të cilat janë shumë të rëndësishme për të lidhur qytetarin me sistemin, për të përfaqësuar më mirë dhe për të mbrojtur më mirë
qytetari në lirit dhe të drejtat e tij. Së katërti lidhet me moshën e tretë në Shqipëri, ose siç konsiderohet ndryshe sot në fjalorin europian, mosha e artë, për të cilën besoj që ka ardhur momenti, janë pjekur kushtet, zhvillimi ekonomik dhe social i shoqërisë e dikton të nevojshme për të pasur një kujdes më të mirë, në mënyrë që edhe kjo moshë mund ta jetoj këtë pjesë të jetës në mënyrë të dinjitetshme, duke siguruar të paktën një minimum të nevojshëm, të domosdoshëm në rastin më të keq, dhe shteti të jetë më aktiv në mbrojtje për t'u siguruar, për t'ia mundësuar të gjithë atyre që nuk kanë mundësi, dhe në këtë kontekst angazhohem për të iniciuar dhe për të mbështetur një ligj të veçantë për këtë grup moshë, i cili të parashikojë më mirë çështjet e pensionimit, të pensionit të tyre, indeksit, një sër përfitimesh të tjera që lidhen me punësimin e tyre kur ata janë të aftë fizikisht, me kujdestarinë e tjera. Por dhe për të vendosur disa standarde, të cilat janë të mos jenë në çmimin e qeverisë apo ministrit të radhës, apo dhe të aplikueshme nga njëra apo tjetra qeverisje e vendore. Dhe së pesti është një çështje që ka të bëjë me moshat e reja, kryesisht me nevojën për të mbështetur më mirë gjeneratën e re, karrierën e tyre dhe në mënyrë veçantë familjet e reja. Familjet e reja, për shkak të një problemi që ne kemi sot, një pjesë e mirë e të rinjve dhe të reve nuk përputhen për shkak të zgjedhjes ndoshta jo të duhur të formimit të tyre në arsimor në një moshë të caktuar, dhe nevojës që kemi për të përmbushur më mirë, për të bërë një lidhje më të mirë ndërmjet formimit të tyre dhe nevojave që ka tregu, dhe shteti duhet ta mbështesi me projekte të caktuara. Dhe nga ana tjetër kemi një problem që lidhet me çështjet që kanë me çështjet e pamundësisë së një pjesë të mirë të rinjve dhe të reja për të krijuar familje, dhe pastaj për të lindur fëmijë dhe për të lindur mundësisht sa më shumë fëmijë dhe për të rritur ata në mënyrë të shëndetshme. Edhe në rastin e grup moshës artë, edhe në këtë rast është e nevojshme që shteti të krijojë disa atë që konsiderohet në rastin e parë fondi social i domosdoshëm, për ta mbështetur me incentiva me projekte të ndryshme, po edhe këtë rastin e moshës së re është e domosdoshme për të krijuar atë që sot në shumë vende të Europës konsiderohet si fondi i garancisë rinore. Është e mundshme ta bëjë shteti këtë gjë përmes duke dhe një pjesë buxhetit të tij në dispozicion të këtyre dy kategorive shumë të ndjeshme për shoqërinë, por nga ana tjetër edhe përmes mundësive duke vendosur atë që quhet kontributi i solidaritetit, që mund vijë nga kompanitë e mëdha, edhe për shkak të mënyrës përfitim, po sidomos nga ato kompani që kanë përfituar dhe përfitojnë nga resurse kombëtare, të cilat janë produkt i punës së të gjithëve, dhe që u jep atyre mundësi që të nxjerrin një fitim dhe mbi cilën do duhet që të heqin një pjesë për ta çuar për kontributet të kësaj natyre. Pra, duke i vënë këto në fokus, duke i parashtruar këto edhe me qytetarët, edhe me zgjedhësit e mi. Nga njëra anë, unë marr përpara tyre një lloj, po një angazhim publik, një zotim publik për çfarë unë mendoj, dhe nga ana tjetër, nga ana tyre marr dhe kontributet ose gjykimin e tyre se si e shohin ata, dhe është një proces i dyanshëm dhe prizë vërtetës gjatë kësaj periudhe elektorale që i kam hedhur këto çështje edhe për diskutim, kam marrë gjëra edhe ide me shumë interes, të cilat do të më bëjmë pasaj që ti reflektoj në proces, kur këto të filloj të gjykoj ose të filloj të kthej në iniciativa konkrete parlamentare, natyrisht të gjitha këto të parë nga këndvështrimi im si deputet, pra nga roli i ligjvënësit. Dhe besoj që kështu është një mundësi shumë e mirë për zgjedhësit që të vlerësojnë forcën politike që përfaqëson,
por të vlerësojnë dhe ty si individ për sa kohë që ka gara në dy nivele të ndryshme. Ka një garë ndërmjet forcave politike për qeverisjen dhe ka dhe një garë ndërmjet kandidatëve të një forcave politike për të rreshtuar në listën ose më saktë në përbërje të grupit ligjvënëse të forcës përkatëse politike. Thelb, për mua nuk ka shumë rëndësi, jam në listë mbyllur, jam në listë të hapur, për shkak se si e shohun politikën, se si e shohun kontributin në Partinë Socialiste. Unë zakonisht kam një shprehje që e përdor shumë me familjen time, kur vendos që të hyj në garë. Them një gjë që besojnë që është normale. Nëse hyn në një garë, kreditohesh. Do thotë që merr kredi dhe 4 vjet do duhet ta shlyesh. Pra do thotë që është punë. Sepse merr një kredi besimi, merr një mandat besimi nga zgjesit dhe ty të duhet 4 vjet punë që ta justifikosh të. Nëse rihyn përsëri në garë, fillon një kontratë e re dhe kështu që për mua nuk ka shumë rëndësi se si hyn në këtë garë. Për mua është e rëndësishme që unë jam pjesë e kësaj kontrate besimi me qytetarët dhe se jam në listë mbyllur, se jam në listë hapur, kjo është pasaj çështje metodologjie, çështje qase se si do ta organizosh aktivitetin tënd. Në këtë rast më duhet që të kujdesem më shumë për numrat, kurse aty do të isha shumë më i fokusuar për frymën dhe për rezultatin që kjo frymë i jep të forcës sime politike, kurse tash më duhet të kombinoj të dyja, të shërbej të punoj për frymën, sepse prej saj natyrisht rrjedh edhe një pjesë e mirë e mandatit që unë marr, por të kujdesem edhe për numrat e drejt për drejt. Pra si më thënë, të kujdesem edhe për profilin tim personal. Dhe pra për të krijuar një marrëdhënie më të drejt për drejt, më personale. Natyrisht nuk është se nuk e prisja për shkak sepse kjo ishte bërë një gjë publike shumë muaj përpara, që gjithë ata që kishin një mandat e lartë do duhej të ishin në listë hapur dhe përpos faktit që ky ishte një ushtrim i bërë prej me një qëllim krejt tjetër 4 vjet përpara dhe natyrisht dhe në një mjedis krejt paksa të ndryshëm, jo krejt paksa të ndryshëm, do thotë që edhe skuadra ime dhe njerëzit që punojnë me mua e kishin ushtrim të bërë dhe kështu që e kishin lehtësisht për të përshtatur në këtë lloj gare. Nuk është kjo është një garë pak më ndryshme nga ajo e mëparshme për shkak sepse në atë garë në 2021 ishin të gjithë që përpiqeshin për të marrë numra, disa përpiqeshin për të mbijetuar në kuptimin për të hyrë, për qenë pjesë e listës fituese, siç isha unë në rastin konkret, disa tjerë të kishin atë për credo politike, apo për avantazhe politike, apo për kontribute politike, të gjitha bashkë, ose për disa ishin krejt të ndryshme. Kurse tashmë lista e mbyllur nuk është e interesuar për këtë aspekt, do thotë që pjesa që lufton është shumë e gjerë, janë 37 konkurent për të njëjtat numra, do thotë që pavarësisht peshës së rëndësisë që ka njëri, secili nga ata përpiqet për qëllime të ndryshme, për qëllime krejt të ndryshme, që të ketë numrat e vet. Ajo që unë mendoj është sistemi, ndoshta nuk do duhej të ishte i tillë, për shkak se krijon një pabarazi, krijon një ndarje ndërmjet grupeve të ndryshme brenda një force politike. Së dyti që është e rëndësishme, nuk janë gjithë në kushte të njëjta, nuk janë gjithë në kushte të barabarta, nuk krijon barazi në garë, për shumë edhe nga pikpamja e ndarjes territoriale, raporteve që kanë në territor, etj. Apo mundësisë sepse dikush është ministër që ka mbrapa një mbështetje shumë të gjerë se sa pjesa më e madhe që janë të thjesht vetvetja dhe kanë mbrapa vetëm ekipet, stafet e tyre, të cilat i krijojnë po me mundësitë e tyre, po me kapacitetet e tyre të brendshme dhe një sër faktorësh të tjerë që e bëjnë këtë garë pak jo shumë proporcionale në konkurencën
në konkurencën e brendshme, ndërthure në interesat me pragmatike, me interesat shoqërore, interesat publike, është një luftë ku shpesher arrihet të gjendet balanca, po në disa raste nuk arrihet të gjendet kjo balancë dhe besoj do reflektohet edhe tek rezultati. Natyrisht ndërthuret ajo që është prirja për gjykuar për interesin publik dhe interesin pragmatist. Dhe në këtë rast natyrisht do varet nga sa do peshoj njëra dhe sa do peshoj tjetra. Por në rastin tim ka një veçori që unë e kam pasur edhe në 2021. Unë kam një territor shumë të vogël. Një territor i vogël që kur s'më nxjerr mua deputet. Sikur të marr gjithë votat e saj e atij territori, se numri është aq i vogël sa që është i papërfillshëm në tërsinë e numrave që marrun. Në rastin konkret, në zgjedhjet e kaluara ishte 1/5. Pra vetëm 1/5 mora nga zona ku jam. Pjesa tjetër janë i detyruar ta marrë në të gjithë votuesit e zgjedhësit e qarkut të Tiranës. Kështu që më duhet që të alternoj punën që bëj në atë zonë të vogël në atë territor të vogël siç është njësia 10 me punën në gjithë qarkun. Avantazhi që un kam është që kam krijuar një ekip shumë të mirë, një ekip që kam 10 vjet që punoj me ta, të cilët më besojnë dhe u besoj, dhe së bashku kemi ndërtuar një frym shumë të mirë pune në grup me njëri tjetrin, të cilët edhe kjo ma lehtëson punën për sa i përket pjesës arritjes së objektivit brenda atij territori, po për të mos thënë që më lehtëson shumë edhe në marrëdhënie që ndërtoj me pjesën tjetër të territorit në të gjithë qarkun, sepse kjo, përveç se më krijon ato pak numra, më krijon dhe frym, sepse gjitha kjo efekton, kjo lloj marrëdhënie, ky lloj komunikimi efekton në të gjithë qarkun. Dhe për faktit që unë këtë nuk e kam ndërtuar thjesht mbi bazën e interesave me një grup caktuar apo me individ caktuar, po e kam ndërtuar mbi bazën e asaj çfarë unë përfaqësoj dhe çfarë unë jap, çfarë kam dhënë dhe çfarë jap në raport me interesat e qytetarëve të zgjedhësve në tërësi, me sfidat në cilat jam angazhuar për interes shoqëror, për interes publik dhe se sa ato i kam përmbushur. Dhe elektoratit nga ky këndvështrim është mjaftueshmërisht i zgjuar për të kuptuar se cili është deputeti që ata duan, jo deputeti që ne duam. Ka një diferencë shumë të madhe ndërmjet deputetit që duan qytetarët dhe deputetit që do sistemi dhe që duan si rregull partitë politike. Ende kjo është dhe ky lloj sistemi nuk e favorizon, sepse shpeshherë duke bërë të lloj zgjedhjesh, listat e hapura, listat të mbyllura, duke qenë shumë në dorë të partive, shpeshherë ndodh që bëhen dhe eksperimente, moshash, gjinish, krahinash e tjera, të cilat jo gjithmonë rezultojnë të suksesshme. Por në alternativat që i jepen, përgjithsisht njerëzit janë mjaft të kujdesshëm për të zgjedhur atë që është deputeti që atyre ata do t'i përfaqësonte më mirë. Dhe në këtë këndvështrim, sidomos unë kam besim tek socialistët. Socialistët kanë krijuar një përvojë shumë të mirë ndër vite. Për shkak sepse sidomos ky brez i parë, gjenerata e pares, po e them e socialistëve, për shkak sepse ka qenë një kohë kur kishte dy lloj garash. Një garë të brendshme brenda partisë për të shkuar deputet, dhe një garë pasaj midis përfaqësuesve që dilin nga këto procese në garën elektorale ndërmjet forcave politike. E zhvilluar kjo garë brenda partisë i jepte një kulturë, një qasje për të bërë zgjedhjen e duhur, i jepte mundësinë që të reflektonte. Pra e bënte një provë të parë elektorati socialist në zgjedhjen që do duhej të bënte dhe në alternativat e tij më të mirë për të përzgjedhur atë që përfaqësonte shumë më mirë se të tjerët. Kështu që kjo efektonte pasaj dhe te gara elektorale midis forcave politike. Sot kriteret për zgjedhje është krejt ndryshe. Sot janë çik përzgjedhje me komision. Dhe përzgjedhja me komision, me përzgjedhje pëlqimi
masiv, ose me thënë të gjithë organizatës, janë krejt të ndryshme dhe edukojnë shije të ndryshme, sjellje të ndryshme, qasje të ndryshme elektorale. Dhe ndoshta kjo duhet parë kur flasim pasaj për reformimin, për demokratizimin e forcave politike, po që është një histori tjetër. Pra, në këtë kontekst, pjesa e socialiste e elektoratit, me thënë drejtë, më ndihmon shumë që për të qenë një ndër zgjedhjet, besoj unë një ndër zgjedhjet e tyre. Unë besoj shumë te zgjedhja e socialistëve, që ata do të dinë të zgjedhin edhe në këto zgjedhje, edhe në këtë për të dhënë besim në një mandat të ri disa individ ose përfaqësues nga lista e Partisë Socialiste nga lista e hapur e Partisë Socialiste, që i përfaqësojnë më mirë ata, vlerat dhe kauzat dhe interesat e tyre. Unë jam njëri që kam vite që punoj me ta, edhe kohë gjatë, shumë e gjatë, kam një lidhje shpirtërore dhe them sa që nga njerë më duke sikur kam lindur socialist dhe do vdes socialist. Ndoshta edhe jeta më solli si shumë të tjerë që të kem dy familje. Familjen time biologjike dhe familjen politike që është e njëjta në gjithë karrierën time, që është Partia Socialiste. Dhe kjo të shpeshherë ajsa shpeshherë nuk dallon dhe dot ku i ke kufit e kohë, nga pikpamja kohore, ku është njëra dhe ku është tjetra për shkak të përkushtimit, angazhimit. Kam kaluar vitet e opozitës, disa vite opozite, me disa mandate në opozit dhe kanë qenë vitet të ashpra, vitet të vështira, ku është dashur që të bëhen goxha sakrifica nga më të llojeve të formave të ndryshme dhe kam darë me ta gjithë periudhë dhe kjo natyrisht ka lënë dhe gjurmët edhe reflektimet e nevojshme për përgjegjësinë që kemi ndaj tyre dhe çfarë ata përfaqësojnë. Jam shumë i bindur për të gjë. E kam provuar. Nuk e kisha besuar. Të jemi sinqer, në 2021 e kam provuar. Kam pasur votat të gjitha krave. Pikërisht për të shkak. Sepse njerëzit ishin të bindur që ashtu siç isha vlerësuar, isha edhe penalizuar, ashtu siç jam vlerësuar, edhe jam penalizuar, edhe më së fundi, edhe në muaj që e fundit, edhe kryesisht për të shkak. Për shkak të reformës në drejtësi. Por ama, një gjë, sikur votat përmbysen, unë përsëri do them ka qenë gjëja më e drejtë, gjëja më e mirë dhe ja ka vlejtur dhe ja vlen çdo lloj sakrifice për ta bërë atë reformë, sepse efektet e saj po i ndjen shoqëria. Votoni me mendje dhe me zemër njeriu që mund të përfaqësoj më mirë, mund të përfaqësoj më mirë ju, familjet tuaja, fëmijët tuaj, interesat tuaja të sotme dhe sidomos ato të së nesërmes.